Presidenti i Francës Emmanuel Macron nuk përjashtoi mundësinë për të ofruar mbështetje bërthamore për vendet aleate, teksa paralajmëroi se Europa duhet të përgatitet me idenë se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në krahun tonë në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Kam vendosur që të hap një debat strategjik mbi mbrojtjen e vendeve tona aleate europiane, deklaroi Macron, teksa nënvizoi nevojën që Europa të vazhdojë të mbështesë Ukrainën dhe të forcojë mbrojtjen e saj. Armatimi ynë bërthamor na mbron. Ai është i plot sovran francez nga fillimi në fund, tha Macron për arsenalin bërthamor të Francës. Kjo na mbron shumë më tepër se shumë nga fqinjet tanë, theksoi shefi i Elizes. Ai gjithashtu paralajmëroi se Europa po hynte në një epokë të re dhe se do të ishte marrëzi të mbetej një spektator përballë kërcënimit nga Rusia. Shtetet e Bashkuara, aleati ynë, kanë ndryshuar qëndrimin e saj për këtë luftë. Është më pak mbështetëse për Ukrainën dhe po hedh dyshime për atë që do të ndodhë më pas. Duhet të besoj se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë pranë nesh, por ne duhet të jemi gati nëse nuk do të jetë kështu. Macron njoftoi se do të ftojë liderët evropianë në një takim në Paris javën e ardhshme për të punuar mbi një plan për të ofruar një paqe të qëndrueshme, e cila mund të përfshijë vendosjen e trupave paqëruajtëse në Ukrainë, pasi të nënshkruhet marrëveshja paqes për të parandaluar ripushtimin nga Rusia. Komentet e Macron vijnë pasi kancelari i ardhshëm gjerman, Friedrich Merz, u shpreh në favor të bisedimeve me Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar, dy fuqitë bërthamore të Europës, për të zgjeruar mbrojtjen e tyre nukleare.